Qarku i Elbasanit është përfshirë që prej orëve të para të mëngjesit nga reshje shiu me intensitet kryesisht mesatar, të cilat në disa raste kanë shënuar problematika. Prurjet e lumit shkumbin dhe përroj të zaranikës janë mbi mesataren, por pa krijuar rrezik për përmbytje apo dalje nga shtrati. Të gjitha akset rrugore nacionale dhe rurale janë të hapura për qarkullim, megjithatë në disa segmente janë shfaqur probleme të përkohshme. Në aksin Elbasan-Gjinar dhe Gram-Shmoglic ka pasur rënje gurësh dhe inertesh, të cilat janë pastruar nga firmat kontraktuese, duke rikthyer normalitetin në lëvizje. Më problematike paraqitet situata në aksin Dris-Holt, ku reshjet e vazhdueshme të ditëve të fundit kanë shkaktuar gërryrje të trupit të rrugës. Nga ana autoritetit rrugor shqiptar është kryer një ndërhyrje me mbushje, por ajo nuk ka rezultuar e suksesshme, pasi gjatë ditës së sotme janë shfaqur sërish probleme. Kërkohet një zgjidhje përfundimtare për stabilizimin e segmentit. Shembje dhe çare të trupit të rrugës raportohen edhe në aksin rural Grekan-Shelk në Bashkinë Belsh, ku nevojitet ndërhyrje për të parandaluar përkeqësimin e situatës. Ndërkohë, Ecbania ka ulur që prej pasdites së djeshme shkarkimet në nivelin 50 m3 për sekond. Në total së bashku me prodhimin, shkarkimet arrin në 150 m3 për sekond, pa krijuar problematika për zonat përreth. Furnizimi me energji elektrike vijon normalisht në të gjithë qarkun. Strukturat përgjegjëse mbeten në monitorim të situatës, ndërsa rreshtet pritet të vijojnë edhe në orët në vijim.